Tension mbi zotroi në kolegjin mjekësor Sri Siddhartha në Tumkur të Karnatakas në Indi, pasi një profesor i propozoi martesë një studente e paraklasës. Në përgjigje, studentët e sulmuan fizikisht profesorin. Kolegji në pronësi të ministrit të brendshëm e ka pezulluar profesorin dhe kundër tij është regjistruar një padi penale. Në një video të filmuar nga njëri prej studentëve, profesori i identifikuar si Abdul dëgjohet duke thënë: "Nuk munda t'i rezistoja dashurisë së madhe dhe do të doja t'i propozoja njerëz prej vajzave në grupin tuaj dhe do t'ju shpërndaj çokolata të gjithëve." Ai përfundoi duke i thënë studentes të dua. Ndërsa profesori zbriti nga podiumi, studentja u përball me të dhe i kërkoi të fliste me drejtorin. Gjatë përballjes, profesori pretendoi se studentja i kishte shprehur dashurinë dhe se ai kishte prova për të njëjtën gjë. "A nuk më the të dua?" e pyeti profesori studenten. "Ka pamje filmike nga kamerat e sigurisë", shtoi ai. Ndërsa lajmi për incidentin u përhap, studentë të tjerë u zemëruan dhe u përballën me profesorin, duke quar në një grindje të ashpër.